Kushtetuta nuk ka ndonjë afat ligjor ta quaj kështu për përmbylljen e kësaj stade absurde, pasi kanë filluar me votim të hapur, kjo duhet të përfundojë me votim të hapur. Për shkak që shkoi shumë gjatë, domethënë se kjo një farlloj është edhe absurditeti dhe depresion ndaj shoqërisë dhe gjithë votuesit. Ka probleme aspektit rregullativ, domethënë baza rregullore, parlamentit, kushtetutës, ligjit. Tash problemi janë të karakterit njerëzor ose vullneti që quhet në politik. Partitë politike duhet të ulen edhe të mirën vesh se si të veprojnë më atutje. Domethënë nuk duhet me vepru me ligjet natyrës, po ose jo, po duhet me gjetë fleksibilitet. Edhe nëse nuk mirën vesh, atëherë kjo vazhdon kështu, për shkak se kushtetuta nuk ka ndonjë afat ligjor ta quaj kështu për përmbylljen e kësaj stade absurde, në të cilën momentin kur e kemi hartu kushtetutën nuk kemi mundur të parashohim këtë situatë. Pastaj kur të kalon që ky farë ngërçi politik që po quhem, atëherë ka mundësi mu amandamentu kushtetuta edhe mi paraqitet edhe afatet e veçanta se çka duhet vepruar atje. Kjo është një problem procedural, në aspektin kushtetues njihen vetëm dy votime, votimi i hapur dhe votimi i fshehtë, por paraprakisht duhet të mirën vesh grupet parlamentare se si të shkojnë për situata të caktuara, por në parim, pasi kanë filluar me votim të hapur, kjo duhet të përfundojë me votim të hapur. Përndryshe, nëse mirën vesh grupet parlamentare, deputet, atëherë ka mundësi me shkuar në votim të fshehtë për shkak se nuk shkelet as ligji as kushtetuta. Kjo mundet me vazhdu kështu në ta quaj deri në fund. Por është vetëm një situatë në të cilën presidenti i Kosovës, kam cekë edhe një herë për përsëris, ka për detyrë që t'i krijojë, të ndihmojë krijimin e institucioneve dhe ajo duhet t'i thirrë partitë politike për t'i harmonizuar qëndrimet dhe me kriju qeverinë, sepse për momentin jemi në kohë institucionale se nuk funksionon as parlamenti, as qeveria. Domethënë qeveria është detyrë, kështu që në aspektin domethënë kushtetues presidenti ka për detyrë që t'i thrasë subjektet politike për harmonizimin e qëndrimit dhe krijimin e qeverisë, por ajo ka një detyrë edhe një mundësi, është në 113.3.5 dhe se ka të drejtë që të bëjë një kërkesë në gjykatë kushtetuese me pyet gjykatën se gjatë këtyre procedurave apo shkelet kushtetuta apo jo. Po, për shkak që shkoi shumë gjatë, domethënë se kjo një farlloj është edhe absurditeti dhe depresion ndaj shoqërisë dhe gjithë votuesit, kështu që presidenti duhet me qenë nivel detyre edhe duhet të angazhohet në mënyrë maksimale, se kur kemi hartu kushtetutën, domethënë kemi lënë afat 5 vjeçar, domethënë mandatin 5 vjeçar, duke pas parasysh se mundet me ndodh këto farë situata, kështu që aja ka këtë afat, ka legitimitet dhe legalitet të plot për me ndërhy, sepse është përfaqësues e unitetit të popullit dhe faktori i unitetit kombëtar.